Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Periudha e fundit ka qenë e vështirë për ju të dashur Akrepër dhe kjo shihet me njëherë me pesë të monedhës. Ndjenja e mungesës, e përjashtimit apo e pasigurisë. Mund të kesh kaluar një periudhë ku je ndjerë vërtet vetëm, mund të kesh qenë me 100 vete të rrethuar, por je ndjerë vetëm. Të dashur Akrepër, i lënë pas dorë apo i lodhur financiarisht dhe emocionalisht. Por kjo letër nuk flet për humbje të përhershme, flet për një periudhë prove ku mëson se çfarë ka vërtet vlerë për ty. 6 të shpatës tregon lëvizje përpara, largim nga kjo situatë që ishim duke folur deri tani, të dashur Akrepër. Largim nga një situatë e rëndë drejt ujërave më të qeta, mund të jetë një largim fizik, emocional apo shpirtëror. Po e lë pas, jeni duke lënë pas një periudhë dhimbje dhe po zgjedh paqen. Edhe pse ky proces s'është i lehtë, është shenjë që po rifiton kontrollin mbi vete. Dhe kjo është gjë e bukur, të dashur Akrepër. Kam faqen e monedhës, sjell energji e një fillimi të ri praktik, një mundësi pune, një ide konkrete për të ndërtuar diçka të qëndrueshme, apo një përpjekje për të riorganizuar jetën financiare. Kjo letër thotë nis me hapa të vegjël, por me fokus të qartë. Çdo përpjekje tani do të jap frut, nëse je i apo e qëndrueshme, të dashur Akrepi, dhe vazhdoj me asin e shpatës, është qartësi pas mjegullës. Kjo letër është si një frymë e re për ju. Të shikon realitetin në sy, të bën të shikosh realitetin në sy, dhe merr një vendim që të çliron, do thotë të keni absolutisht të qartë çdo gjë. Do të kuptosh diçka që se ke parë më përpara. Një e vërtet që mund të të trondit pakës, në kuptimin e mirë të fjalës, për të sjellë lehtësim dhe forcë. Pas çdo krize lind një qartësi që s'do i kesh arritur ndryshe. Do thotë nëpër kriza arrim, kuptojmë shumë gjëra, forcën tonë, çfarë është dashur të bëjmë, si është dashur të bëjmë, kemi mikë, armik, ta them në atë kuptim, dhe si duhet të vazhdojmë. Do thotë në të mirë asnjëherë nuk mund të mësojmë asgjë. Dhe Hierophant tregon se tani duhet të mbështetur tek vlerat, tek përvojat, tek mësimet që ke marrë dhe tek njerëzit e besueshëm që ke kohë gjatë, të dashur Akrepër. Mund të kërkosh këshill, udhëzim ose thjesht të gjesh kuptim në diçka më të madhe se ti. Është koha për të vepruar me maturi dhe për të mos ndjekur rrugë të shkurtra. Siç thash, me hapa të vegjël, por të sigurt drejt asaj çfarë dëshironi. Dhe 5 të shkopive flet për përpjekje, konkurrencë dhe një lloj tensioni ndoshta brenda jush. Mund të ndihesh sikur në betejë për të dëgjuar, për të pranuar ose për të arritur diçka. Por kjo është letër që të kujton energjia e luftës mund të kthehet në forcë nëse e përdor për të përmirësuar veten, situatën apo gjërat e jo për të fituar me çdo kusht. Të dashur Akrepër, siç thash, jeni duke dalë pranë nga një periudhë errët dhe po e gjen qartësinë. Mos u trem nga ndryshimet. Jam për të çuar në një vend absolutisht më të mirë se ku jeni sot. Mbaj kokën lart, sepse po rilin diçka brenda teje, që do të të çojë drejt stabilitetit dhe fuqisë personale.